ose të përpiqen në pjesën e siklet të shplokët të dorës dhe pjesën na urgentisht minimor i kemi alarmuar gjithashtu edhe kemi filluar kontrollin në societën e klas. Si rezultat i këtij alarmimi, Gjithë gjatë jetës kemi situata kur ndihemi të ngasmuar apo të përshmuar apo të bullizuar. Ka rëndësi shumë si të adresojmë problemin. Duke qenë persona të cilët mundemi me qenë viktimë potenciale e ngasmimeve, ne duhet ta dimë se si t'i ndihmojmë vetes dhe ku ta adresojmë problemin. Në çdo klasë, në çdo korridor, dikush po lufton një betejë që ti nuk e sheh. Bullizmi nuk është vetëm një fjalë e ashpër apo një goditje në krah. Është edhe heshtja, përjashtimi, shikimi që të thotë nuk jemi aftueshëm. Por, një fjalë e mirë mund të ndryshojë gjithçka. Rrjetet edukative janë forca jonë. Kur flasim, mësojmë. Kur dëgjojmë, kuptojmë. Kur qëndrojmë bashkë, ndalojmë dhunën dhe kompensojmë ata që kanë rënë. Ne jemi këtu për ty. Kështu ndërtojmë një botë më të mirë. Mos hesht, mos kalo pranë. Bëu zëri që ngre, bëu drita që shpëton. Çdo fjalë që themi lën një gjurmë, çdo veprim që bëjmë lën një pasojë. Empatia është zgjedhja e çdo njeri prej nesh, që në të vërtetë na bën neve më njerëzor.